Se me u konë një Shotëgalice vërtet, e ka shumë një krenari të madhe për mu. Duhet veç me shku me veshje kombëtare. Me veshje kombëtare? Me veshje kombëtare kom shku deri te caku nalt, edhe nuk i kom vesh, deri në momentin që i kom pas gjithë garust për para. Në atë moment, kur kena fillu me u bogate, tjerët e kanë pas helmetën. Ti me plis? Unë jëm kanë me plis edhe asë njëherë nuk e kom lanë plisën me mran ujë. Se kanë qenë 60 garues edhe... Përsëri 60 garues? Përsëri 60 garues, edhe pjesa ma e mirë është kanë që njani pi drejtorave të stafit më ka thonë, Renat, duhesh me bo diçka ndryshe. Për shembull? Edhe e mendova, çka muj me bo ndryshe me e fitu këtë çmim. E mendova mirë, dhe thash, a din çka? Duhet veç me shku me veshje kombëtare. Me veshje kombëtare? Me veshje kombëtare kom shku deri te caku nalt, edhe nuk i kom vesh, deri në momentin që i kom pas gjithë garust për para. Në atë moment, kur kena fillu me u bogate, atë moment e kom qit plisën, e kom qit jelekun, edhe e kom lidh fashorën poshtë. Edhe jom bogate edhe për me fillu garën. Po në momentin që tjertë më kanë pa, gara është kone përfundume për ta. Se me u konë një Shotëgalice vërtet, e ka shumë një krenari të madhe për mu. Bravo. Do më thënë edhe pa helmet ki dalë, se këtë tjerë... Pa helmet, sepse gjithë tjerët e kanë pas helmetën. Ti me plis? Unë jëm kanë me plis edhe asë njëherë nuk e kom lanë plisën me mran ujë. Bravo qoftë, bravo. Faleminderit. Pse të erdhi ideja mu vesh shumë? E para, a e ke ditë që kemi fitu? Apo si e ka dhe atë energji që tash i sekund? Ka i herë i shof disa që përgaditën shumë, po mundën me dështu. Pa tjetër. E tash ti, masi janë përgadit gjithë, ti ke lonë surprizën për në fund, ti e vesh, ke vu plisin, ata ka nejtu po që nga të bon kjo. E tash me pas dështu, kështë të qenë jo mirë në fakt. Normal. Ka qenë i loj krenarie, se ta vendosësh plisin edhe bosh, duhet me fitu pa tjetër. Pa tjetër që po. Tani, e kom mendu shumë herë, edhe momenti jem kur kom thonë, Renat, duhesh me arrit, është konë momenti që e kom veshjen kombëtare, edhe kom thonë, pa tjetër që duhesh me fitu këtë garë. Edhe kur kom rritet caku, para se me mritet caku, e kom pas nonën e djathtë, flamurin e Kosovës, edhe nonën e majtë, flamurin e Shqipërisë. Do me thonë, për mu është ka një krenari shumë e madhe me i pas këta dy flamura edhe pa tjetër veshjen kombëtare. Edhe me mrit deri te caku ku është kanë ura e gurit. Është kanë ndjenje veçantë për mu, edhe për krejt popullin tem shqiptar. Bravo qoftë. Edhe për neve, po ndjemi krenar me ty. Renata, herën e parë qave mjekrën, herën e dytë theve kamen, herën e tretë rrezikohet me hynë lumë me ples pa mbrojtjen edhe helmetën. Do është me shku si kur ke shoku në Venezuela, po qërë halli pote tja. Unë mendoj që është gjaku i shqiptarit që nuk të len asë njëherë me ngell, po duesh veç me vazhdu për para, edhe duesh me pa shumë largë. Okej. Çmimin e parë dhe e babës. Po. Çmimin e dytë e fitove vetë. Po. Kalojmë pak te çmimi i tretë? Pa tjetër që po. Kur ishte gara në 2025-ën? Po, gara ishte në 2025-ën këtë vit. Këtë vit isha në Gjermani edhe problemi i vetëm që ishte puna e pjesës biletës. Ishte shumë problem për mu për me e pagu biletën e për me shku në Kosovë. Ndoshta për dikon është shumë e lehtë, po për mu që kisha ardhur në atë kohë në Gjermani është kanë e vështirë, se s'kisha 7 muaj. Kushtet financiare. Kushtet financiare nuk ishin edhe aq të mira për mu. Edhe mendova mirë dhe i thash sheficës teme, a ka mundësi vetëm një ditë për me mlan me ikë në Kosovë, se kështu e kam në gjak këtë gare dhe du me shku me e fitu pa tjetër. Më tha sigur të fitojnë? Thash po e kam sak që e fitoj, edhe du me ikë pa tjetër me e fitu.